Djeve kështu që tu përmend emrin, domethënë Antoni. Ishte shumë e bukur. Ndjeve si tënde si ndjeva këngë. timen se në një moment tha unë rri në dhomë, tha lakurish tërkohës, thash, dhe unë. Po s'dal para pasqyrës, se s'më pëlqen. Çdo javë thua diçka për vete. Jemi prapë me Ledionën, nëse nuk e keni. Kam ankesa, më ka bulizuar gjatë gjithë reklamave. Kush? Lediona. Se ngjan kështu, ngjan si e mirë, kështu si e vogël. Si pesk, kështu si ti. Në fakt e kisha Në fakt kishte me Antonin, me thënë të drejtën. Antonin pa i qeshi kur unë e kam bullizuar. Ata, ta të bullizuar. Ua, po ju spiononi njëri tjetrin. Imagjino të ishim dhe miq. Tipik koleg. Janë, e kupton, dua të fusin xixa. Dua të fusin kështu me njëri tjetrin. Lediona, më vjen shumë mirë që ne po qeshim dhe në fakt nuk e di po e shijoj shumë këtë intervistë dhe është me shumë humor, por Antoni kishte një pyetje për ty. Po. Aksidenti që ndodhi me motor, më the, apo jo. Më fal, kështu rikrau im, nuk kam çaj bëj. Po, tani ti e kam bërë me makinë, po bëra shaka që parë. Me motor është, po jepi. Tash do lozim apo si e ke hallu? A ke parë videon, përderisa më ke ftuar. Okej, po ka njerëz që nuk e kanë parë dhe unë duhet ta sqaroj. Tani ti re nga motori. Nuk rash më hop. O flasit re nga motori, sigur bie nga shkallë nëse. I hipën më motorin? I hipi, okej. Ishte shumë përgjigje, më pa në sy dhe tha i hipi u preka në një moment u tremba. Me vërtet? Jeni shumë të zëqëm për zonë. Zemra, do me thënë, nuk i ke më fobi. Se ka për shembull njerëz të cilët pas një aksidenti, qoftë me makinë apo motor, ju kthehet në një mjet që nuk duan ta prekin më. Për shembull, pasi bëra marrëdhënie për herë të parë, nuk bëra më. Nuk bën. Si ja bën? Ju kthehen në fobi. Ishte fobi. Mos e thuaj. Po. Por ti jo. Ti vazhdo. Nuk kam fobi. Nuk e ke fobi, okej. Por normalisht dhe me kujdes. Nuk e di, mua nëse do më larg shoh diçka, do thoya do t'i vija mend Trurit. Do t'i vija mend trurit, okej, në rregull. Okej. Do t'i vija mend trurit, kuptoni, dhe do t'i thoya, o mendja trurit tim. Kur më në motor? Veshi jot në llaf të Zotit. Absolutisht. Kur jo me motor. Tani, nuk po marr dot më seriozisht të bisedën. E ke fobi ka alçin? gjithë kohës. Ledion aksidenti ndërkohë që kaloj në çfarë do lloj gjëje tjetër të mundshme përveç aksidentit. Unë shpresoj një herë që ti jam shumë mirë. Kjo ka rëndësi dhe pastaj të tjerat do jenë të gjitha ngjarjet që vinë më pas.